Basanaz, ti do të thonë thua edhe më herët që ke punu në financa, do të thonë atje. E ke thonë edhe një diçka shumë interesante që do të thonë sa të karo me punun atje, që para te e ka thonë edhe kryetari i nismës Fatmir Lima e ka thonë është atje një shqiptar këtu në emisionin tim dhe ka treguar që në kohën sa ka punu ai që shqiptarët i kanë dhënë shumë financa për mbrojtje Slobodan Miloševićit, nuk e di sa është e vërtetë kjo. Qërë që Sadre, unë e ndigjova me vëmendje rrëfimin e ish ushtarit të Islimtarët Kosovës, ish komandantët të atij rajoni, respekt për punën, për kontributin, sidomos të fundit kur e ceku kur dihet e misioni forcave ruse që kanë ardhur në Rahovec, domethënë një kontribut edhe një protestë shumë e vend, edhe një eliminim i pjesëmarrjes së ushtrisë ruse kur dihet e misioni i tyre çfarë është Kosovë. Domethënë kjo është një çështje jashtëzakonisht e mirë që njerëzit e përgatitur në atë aspekt edhe të vendosur kanë qenë me kërkesat e tyre vendimtare dhe në bashkëpunim me të huajt e kanë bindë të huajt që ajo prania e tyre është e parësyeshme dhe nuk do të lejohet territorin e Kosovës. Domethënë kjo është një histori që ka lavdata, ka respekt, por edhe do të shkruhet historinë tonë më të re, më të lavdishme që kemi. Po ato të kthehem pyetjen tuaj të qartë, Sadri, na tash e përmeni edhe ish komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës, disa çështje që për fatin e keq të Kosovës, edhe disa të ashtu quajtur shqiptar kanë bashkëpunuar dhe kanë qenë pjesë përbërëse të UDB-s të Serbisë. Kjo është për të ardhur keq, edhe bindja ime është që një njeri që ndihet shqiptar, që ka lind shqiptar, nëse bën atë çështje punon për armikun, besoj që mas pak të mund ta quajmë shqiptarët. Është e vërtetë ajo Basanaz që ke thonë herën e parë që kanë dhënë shumë financa për me mbrojtje. Po qyre na kem tash edhe shqiptarë që jetojnë në Beograd, kem shqiptarë që jetojnë në Serbi, kem shqiptarë janë zbuluar kohën e fundit edhe bashkëpunëtor të shqiptar me forcat me UDB-n serbe. Po edhe atje domethënë ka pas njerëz që kanë jetuar, kanë vepruar dhe kanë pa që pushteti i Serbisë duhet të ushtrohet edhe në Kosovë, kështu që një numër i tyre, jo njerëzve që ja dojnë të mirën e Kosovës, jo njerëz që kanë luftuar për të mirën e Kosovës, jo njerëz që kanë qenë shërbim të kauzës kombëtare, ata nuk janë pjesë të atij stafit, nuk janë pjesë të asaj finance që kanë kontribuar për financat e ish kryekasapit të Ballkanit, domethënë ka pas për fatin e keq, mirë po ata shqiptar kanë jetuar, kanë vepruar, kanë bashkëpunuar me pushtetin serb, edhe faktikisht që i kanë kontribuar edhe financave, edhe mbështetjes financiare. Për shkurtimisht mund më rikthy se rikthehemi prapë në tempo për me që jemi këtu te Slobodan Miloševići, kasapi i Ballkanit. Flitet kanë dalë çdo teori konspirative që ai mund të jetë gjallë kësaj gjona. Po shiqë Sadri, unë dëgjoj prapë, po them shumë sinqerisht, kish mendimi im, unë kam punuar në atë kohë në burgun e Hagës, një prej burgjeve me sigurinë më të lartë, numër 2 në botë. Pas Guantanamos. Po, pas Guantanamos, domethënë në aspektin ndërkombëtar është shumë e çuditshme, them që ekzistojnë ato ide konspirative, ekzistojnë mendime të ndryshme për çdo teori, për çdo praktik, për çdo ideologji, kem pro dhe kundërta. Domethënë unë jam i bindur edhe faktikisht kur është dalur Miloševići nga ambientet e burgut, faktikisht figura nuk shihet mirë, po unë jam i bindur 100% që Miloševići ka ndruar jetë. Kur është dalë i vdekur. Po s'ka mujta më përballue atij regjimi, edhe çështja e atij shëndetit i ka shkuar shumë mbrapa, domethënë ditët e fundit para vdekjes, edhe ka përdorur shumë medikamente. Domethënë ai definitivisht ka vdek. Po, ekzistojnë këtu teori, ekzistojnë mendime konspirative që mu nuk ma mushin mendjen tash. Njerëzit mund të flasin, mund të thojnë mirë, po mendimi im është që ai ka vdek. Kthehemi përsëri te gjykata speciale, Basanaz, po thuhet që gjykata speciale dhe dihet mirëfilli që është e formuar prej ligjeve të Republikës së Kosovës. Si ka mundësi, domethënë kjo gjykatë me marrë një të arratisur si dëshmitar në Hagë? Kemi parë raste për shembull kur mirët një burgosur si dëshmitar, po një arratisur siç është rasti i Enver Sikiraçës, po flitet që ka qenë dëshmitar në Hagë, si ka mundësi? Po kam dëgjuar sa edhe për atë rast, dhe mua befason fakti që një i arratisur, një njeri që organet e sigurisë të Kosovës, organet e ndjekjes dhe të rendit të Kosovës nuk kanë arritur faktikisht atë njeri ta izolojnë, ndërsa
flitet, nuk e kam parë, nuk vetëm sa kam dëgjuar nëpërmes portaleve dhe mediave tona, që ai person ka ardhur si dëshmitar, edhe ka dhëna, ka ardhur si dëshmitar i prokurorisë, i prokurorëve ndaj ushtarëve të kundër krerëve të Justisë Shqiptare të Kosovës, që çka është një rast unik. A ka faj këtu Ministria e Drejtësisë? Veçanas pa dosh me justifiku askon. Qyresh, sa dre, unë muna këtu në thënë drejten, them mendimin tim, po kam dëshirë me qenë shumë i matun, se kënë bëjmë me disa dana shumë të rëndësishme, që dikojnë në procesin ndaj ushtarëve, apo ndaj krerëve të Justisë Shqiptare të Kosovës, bindja ime është që nuk ka qenë mendimi i ministresës. Absolutisht, po vish po thamë a bie përgjithësia mbi ministrinë? Bie, po, nëse ai ka qenë këtu në Kesh po thamë që ministra e ka ditë e ka lëshu. Po të kuptoj mirë, po nëse personin fjalë ka qenë në duart e rendit, ka qenë në lokacionin e mbajtjes në arrest, domethënë institucionet e burgjeve, atëherë bie përgjegjësia. Normalisht ajo është e fundit që duhet që jep përgjegjësi para organeve. Mirë, po nëse personi fjalë nuk ka qenë i mbyllur, nuk ka qenë në duart e rendit dhe drejtësisë në Kosovë, domethënë besoj që përgjegjësia nuk i bie. Po, është, domethënë, problemi është që gjykata është e formuar me ligjet e Kosovës. Po, fakt, tash bie që e ka shkel ligjin e vet. Jo, me ligjet e Kosovës nuk është kriju gjykata ka marrë veç miratimin e Kuvendit të Kosovës. Po kështu po vlitet që ka ligj. Ajo punon me ligjet e ish Jugosllavisë vjetër të kohës para luftës. Nuk punon gjykata speciale me ligjet e Kosovës. Kur gjë nuk ka të bëjë me ligjet e Kosovës. A pajtohet personazh? Jo, ajo është e ditë, gjykimet që bëhen, procesi gjykime bëhet me ish kushtetutën jugoslave, domethënë, ala sa ka qenë Serbia dhe Malizi. Nuk ka të bëjë gjykime me vetëm se miratimin e ka marrë Kuvendit për formimin e gjykatës speciale të Kosovës. Llomat e specializuara gjykatës speciale të Kosovës punojnë me ligjet e ish Jugosllavisë. Sa ka qenë Malizi dhe sa ka qenë ala Basanaza punon me ligjet e Kosovës? Jo. Që unë e ndëgjova të nderuarin, dihet fakti se si u formue tashim idhtar të asaj që u formua për fatin e keq të Kosovës, për fatin e keq të luftës, për fatin e keq të kombit, është formua ajo gjykatë me miratimin dhe me dhënien dakordimit të institucionit më të lartë legjislativ të shtetit Kosovës, të Kuvendit Kosovës.